Një 39 vjeçar është arrestuar nga policia e Lezhës pasi përndiqte ish-bashkëshortin e tij, pavarësisht se ndodhej nën masën e sigurisë arrest në shtëpi për të njëjtën vepër penale dhe ndaj së njëjtës shtetase. Pas kazimit të bërë nga shtetësja, shoqëruar nga gazetarë të emisionit investigativ, shërbimet të komisariatit të policisë Lezhë në bashkëpunim me sektorin e mbrojtjes operacionale, organizuan menjëherë veprimtarinë për kapjen e autorit. Si rezultat, në ambientet e një lokali u arrestua shtetësi AA, 39 vjeç, banues në Lezhë. Gjatë kontrollit, në automjetin e tij u gjet dhe u sekuestrua një shufër hekuri, si dhe celulari dhe automjeti. Policia falenderon gazetarët e emisionit për bashkëpunim dhe apelon për vijimin e denoncimeve nga media dhe qytetarët për çdo rast paligjshmërie. Ndërkohë, shërbimet e komisariatit të policisë Kurbin shpallën në kërkim shtetasin MG, 28 vjeç, banues në Mamurras, pasi nuk u gjet në banesë, ndërkohë që ishte në masën e sigurisë arrest në shtëpi, dhe shtetasin PM, 45 vjeç, banues në Milot, i dyshuar për vjedhjen e disa pajisjeve në një servis automjetesh. Punohet për kapjen e tyre. Nga policia rrugore u arrestua DI, 54 vjeç, banues në Ishull Shëngjin, pasi u kap duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur në aksin Lezhë Shëngjin. U referuan materiale në prokurori për shtetasin RM, 29 vjeç, i cili në aksin Mamurras Laç u përplas me një automjet tjetër, duke shkaktuar dëmtimet e 2 pasagerëve, aktualisht jashtë rrezikut për jetën. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë së Lezhës për veprime të mëtejshme.